Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. تجد falënderimet tona janë për Allahun fuqiplot. Atë falenderojmë për Allahut, falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmojmë se ja dhuruar me drejtë dhe plot merit është vetëm Allahu i cili është një dhe vetëm. Sikur që dëshmojmë për Muhamedit alayhi salatu wassalam se është robi i Allahut dhe i dërguar i tij fundit, i dërguar me paqë, mëshirë dhe udhëzim për njerëzimin e Allahut. Të nderuar vëllezër, një prej këtyre temave të cilën Kur'ani dhe Suneti e kanë trajtuar gjatë dhe gjatë është edhe vdekja. Kanë folur për të nga aspekte të ndryshme, duke mos lënë çështje që ka të bëjë me të e që nuk është trajtuar në mënyrë të hollësishme. Na është treguar se vdekja është prej atyre paracaktimeve të Allahut madje edhe para se të vinim në këtë botë. Vdekja është prej atyre caktimeve ku ne jemi ende në barkun e nënës. Vdekja është prej atyre caktimeve të cilat nuk ndryshojnë. Pra, faktorët e jashtëm nuk kanë asnjë ndikim. Fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kur të vjen vdekja, vjen ajali, as nuk ka mundësi që të vjen më përpara dhe as që të prolongohet që të shtyhet. Pra, faktorët e jashtëm nuk kanë asnjë ndikim. Prandaj ne gjejmë njerëz që vdesin në moshë të re, por edhe në moshë të shtyhet. Gjejmë njerëz që vdesin për shkak të sëmundjeve, por edhe të tjerë që janë të shëndetshëm. Gjejmë të pasur që vdesin, por edhe të varur. Për arsye se vdekja është caktimi i madh të Allahut, i cili vjen pas sebe, vjen me caktim, vjen me ajal. Vdekja është prej atyre momenteve
të nderuar vëllezër, që përmban disa detaje dëtruese, disa detaje rrënqese parasyese, nuk ndodh thjesht vdekja, mirë po paralel me vdekjen ndodh edhe zbulimi të vërtetës. Hiqet perdeja dhe gjërat shihen qartë. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Dhe ja, agonitë e vdekjes, po vijnë me të vërtetën prej të cilës të ke ikur. Pra vdekja nga ky aspekt është edhe paksa e ftoftë, paksa e frikshme dhe themi drejtën është e natyrshme, prandaj askush nuk çortohet pse friksohet nga vdekja. Nga se një ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: "Men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Ai që ka dëshirë të takohet me Allahun, edhe Allahu ka dëshirë të takohet me të. Dhe ai që urren të takohet me Allahun, edhe Allahu urren të takohet me të. Gruaja e tij Aisha radhiyallahu ta'ala anha i tha: "O i dërguari i Allahut, wa inna la nakrahu al-maut", por ne nga natyra jonë, në mënyrë instinktive, ne urrejmë vdekjen. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: "Nuk është për qëllim kjo që ti po mendon." Pra nuk është për qëllim që ne si njerëz nuk e duam vdekjen, nga se sa herë shohim dikë që vdes, sa herë kalojmë pranë varrezave, na ka bërë një lloj ndjesie frike që është normale. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: "Walakin al-mu'min idha hadarahu al-maut", mirë po kur besimtarit i vjen vdekja, bushira bil janna, përgëzohet me xhenet. Përgëzohet bushira bi ridwanillahi wa karamati, përgëzohet me kënaqësinë e Allahut dhe nderimin e tij. Po ndërmjet vëllezër, momentet e vdekjes për dikë janë të tmerrshme, janë të frikshme, mirë po ka dhe shumë të tjerë që shpresojmë të jemi ne me lejnë Allahut, për të cilët momentet e vdekjes janë momentet të myshdës, janë momentet të përgëzimit, janë momentet në cilat i bëhet me dije besimtarit se smundja, fatkeqësia, lodhja, brega, gjitha këto që kanë bëjmë me këtë dynja marrin fund. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ata që kanë besuar Allahun dhe kanë qëndruar të fortë në këtë rrugë, në momentet e vdekjes, ju zbresin engjëj, ju zbresin melaqet dhe ju thonë që të mos kenë frikë dhe të mos kenë mërzi dhe të jenë përgëzuar të marrin myshdë xhenetin në cilën Allahu ua ka premtuar. Po ndërkohë vëllezër, jeta e kësaj bote për disa njerëz nënkupton fund të brengave, fund të belave, fund të smundjeve, fund të fatkeqësive, ndërsa për disa të tjerë nënkupton fillimin e tyre. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, si shëndron në hadith të saktë, e pa një ditë një të vdekur që po kalon te xhenaze dhe tha: "Mustarihun au mustarahun min." Ky njeri është njëri prej dy vetave. Ose është ai që po shpëton prej kësaj dynjaje, ose është ai që njerëzit po shpëtojnë prej tij. Pra, ka njerëz që për shkak të besimit, për shkak të veprave, Allahu te bareke ve teala cakton që vdekja të jetë fundi belave të tyre, fundi smundjeve të tyre. Prandaj periudha që fillon është periudha e qetësisë, periudha e përgëzimit, periudha e lumturisë, periudha e shpërblimit. Ndërsa ka dhe tjerë që për shkak të dëmave të tyre të këqija, vdekja nënkupton që njerëzit do t'jenë rahat prej tyre, ndërsa për ata do të fillojë llogaria. Ndërkohë vëllezër, ajo që kam dëshirë ta prezantoj para ju sot në hutbën e kësaj xhumaje ka të bëjë me disa ajete kuranore, cilat na kanë treguar se si arrihet kjo qetësia shpirtërore në momentin e vdekjes. Cilat janë ato vepra, cilat janë ato rrugë, cilat janë ato mënyra që nëse ne ecim në to
nëse ne I përvetsojmë ato, Allahu I madhruar do të na sigurojë një jetë të qetë në këtë botë, por gjithsesi edhe në botën tjetër. E para dhe absolutisht më rëndësishmja ka të bëjë me çështjen tonë. Allahu shpërblet imamin e nderuar, I cili para namazit, para ezanit, në ligjëratën e tij, përmendi atë që është qëllimi jonë kryesor, qëllimi bazë, qëllimi final, pse kemi ardhur në këtë botë. Kemi ardhur për të nënshtruar ligjit të Allahut. Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Allahu ka thënë në mënyrë tekstuale, në mënyrë shumë të saktë, ata që dëshirojnë që të mos jenë të friksuar dhe të mos jenë të pikëlluar, le ta ndjekin udhëzimin tim. Pra nëse duam ne që në momentin e vdekjes Allahu na jep myshdën, Allahu na merr myshdën, nëse duam që në momentin e vdekjes të mos të merrohemi me të vërtetën që do ta mësojmë, nëse duam që në momentin e vdekjes na vinë me laçet me fytyra të bukura dhe të na përgëzojnë për faljen e Allahut, na japin myshdë për xhenetin e Tij, atëherë kemi vetëm një rrugë, jo dy. Kemi vetëm një rrugë, dhe jo dy. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar se rruga e Allahut është rruga e vetme, e cila nuk ka rrugë të shkurtër, e cila nuk ka rrugë alternative, e cila nuk ka rrugë ansore. Në fakt këto ato që janë ansore janë rrugë të djallë. Një ditë, si që ndronë në hadithe të sakta, pejgamberi alayhi salatu wassalam e morri një shkop, edhe bëri një vit të drejtë. E pastaj anash asaj vije, bëri disa vije të vogla. Edhe tha, e dini se çka është kjo vija e drejtë? E dini se çka janë këto vija të vogla? Vija e drejtë është rruga e Allahut te bareke ve teala. Ndërsa këto vijat anash janë rrugët e devijuara, janë rrugët e gabuara, janë rrugët në të cilat thret djallë. Prandaj nuk ka rrugë të shkurtër, nuk ka rrugë dytësore, nuk ka rrugë alternative, ka vetëm një rrugë që na çon tek Allahu xhallahu ala, dhe ajo është feja e Tij. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, siç e ka përshkruar Allahu në Kur'an, thua kjo është rruga ime e drejtë, andaj ndiqeni. Ta ndjekim rrugën e Allahut xhallahu ala, ta ndjekim rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nëse duam të shpëtojmë. Ndryshe, nëse ne ndjekim rrugë tjetër, ndëruar vëllezër, atëherë rrezikojmë që ne të përfundojmë në fen. Çështja tjetër se në Allahu te bareke ve teala ka përmendur në Kur'anin e Madh, dhe që ka rëndësi të madhe për ne, në mënyrë që në momentet e vdekjes mos përjetojmë atë frikën e madhe, por përjetojmë gëzimin, ka të bëjë me veprën e mira. Jo rastësisht në Kur'anin e Madh, në kaq shumë vende, madje Imami lexoi dhe kapitullin Asr, Allahu I madhruar e ka përmendur çështjen e veprave të mira. Faman kana yarju liqa'a rabbih, ai njeri I cili shpreson me taku Allahun, falyamal 'amalan salihan, dhe të bëjë vepra të mira. Për arsye se, siç po e shihni ndërruar vëllezër, ne kur lindim pa asgjë. Kur dalim nga këtë dynja, dalim pa asgjë. Pra kemi ardhur pa asgjë në këtë dynja dhe prej saj nuk marrim asgjë. Në fakt çfarë ndodh? Siç kanë përmendur dietarët, ndodh gjatë këtyre dy periudhave një gabim I madh I jonë. Nga se ne punojmë tërë jetën, punojmë tërë kohën, mundohemi edhe japim angazhimin maksimal që të fitojmë çdo gjë. Pastaj do ta lëmë çdo gjë, edhe para Allahut do të japim përgjegjësi për çdo gjë. Pra kemi me lanë këtë dynja, as si marrim banesat, as veturat, ajo që neve na përcjell është vetëm vepra e mirë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, kur njeriu të vdes, atë e përcjellin 3 gjëra. E përcjell familja e tij, e përcjell pasuria dhe e përcjellin vepra. Askush prej familjes dhe prej pasurisë nuk hyn vetëm pa, hyn vetëm vepra e mirë. Prandaj Allahu I madhruar ka thënë në Kur'an, men amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan
falahum ajruhum inda rabbihim. Ata që e besojnë Allahun, e besojnë ditën e llogarisë dhe bëjnë vepra të mira, le ta dinë se do të kenë shpërblim tek Allahu, wala khawfun alehim wala hum yahzanun, dhe nuk do të jenë friksuar dhe as të pikëruar. Pra, nëse tek Allahu nuk shkojmë me gjëra materiale, nuk shkojmë me gjësende materiale, le ta marrim vdekjen si një moment këshillimi, si një momentum këshillimi, në mënyrë që ne bëjmë vepra të mira, të cilat tek Allahu te bareke wa taala do të na ndihmojnë që ne mos jemi të pikëruar. Ndërkohë vëllezër, siç e dini, feja nuk është me pretendime. Feja nuk është me ato që ne ndonjëherë dëgjojmë fatkeqësisht me të madhen mesin tonë se mjafton se unë kam zemrën e mirë. Mjafton se unë kam zemrën e mirë. Zemra e mirë pa vepra të mira, se? Zemra e mirë pa punë të mira, se? Me çfarë dëshmon për Allah se zemra jote është e mirë? Nëse Allah thotë falu, ti s'falesh. Nëse Allah thotë agjëro, ti s'agjeron. Nëse Allah thotë krye haxhin, ti s'e kryen. Nëse Allah thotë bë vepra të mira, ti bën vepra të këqija, se ke zemrën e mirë? Me çfarë kritere vlerëson se ke zemrën e mirë? Prandaj Allahu i madhëruar ka kërkuar prej nesh që nëse duam momentet e vdekjes mos jemi friksuar, namazin që është shtyllë për shtyllave kësë fesë, ta kemi në hatër çdo herë. Namazi është prej atyre çështjeve, prej atyre elementeve identifikuese. Një musliman dallon nga tjetri me namazin e tij. Namazi është letërnjoftim, namazi është identifikim, namazi është ajo që neve na jep para Allahut të madhruar qetësinë edhe na ruan nga mërzia. Allahu ka thënë: "Innal ladhina amanu wa amilus salihat wa aqamus salat wa atawuz zakat lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." Ata që e besojnë Allahun e madhruar, ata që bëjnë vepra të mira, që e falin namazin, që e japin zakatin, ata njerëz do të kenë shpërblim dhe jo vetëm. Ata njerëz në momentet e vdekjes nuk do ta përjetojnë frikën, nuk do ta përjetojnë tmerrën, nuk do të jenë të mërzitur, por do të jenë të përgëzuar. Ndërkohë vëllezër, në asnjë rrethon, kjo nuk më kupton që ne duhet të jemi engjël. Nga se njeriu nga vetë natyra e tij është harrestar, është gabimtar, është gjunaqtar. Dhe gjunahu më i madh është pretendimi se nuk je gjunaqtar. Nga se është e pamundur të mos bësh gjuna. Është e pamundur të mos bësh mëkat. Prandaj ajo që kërkohet prej nesh vazhdimisht, nëse ne duam që momentet e ndarjes nga kjo jetë mos jenë momente e pikëllimit, është pendim. Është pendimi nga sa Allahu ka thënë: "Faman amana wa aslah fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun." Ata që kanë bërë vepra të mira dhe që kanë përmirësuar atë që kanë prishur, ke botë gjuna, i e dalë, ke thonë haptas e diçka, është kusht për me ta pranua Allahu vendimin, me dalë haptas e me thonë kundër të saj. Ke bira ti publikisht, është kusht me dalë publikisht, me luftu ata nga se duhet me boj islam. Islam me thonë me qitë sendet në vend, me bo reformim, me i pru sendet me vendosë në vendin e vetë. Prandaj ata që e besojnë Allah, edhe pendohen sinqerisht, duke përmirësuar kalumin e tyre, Allahu po thotë që të tillën nuk do të jenë të friksuar dhe nuk do të jenë të mërzitur. Ndërkohë vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka folur për natyrën harrestare të njeriu. Mirë po, fakti që pendimi është zgjidhje, na ka treguar se ata që nuk kalojnë nëpër këtë derë, ata janë njerëzit që e kanë dëmtuar vetën e tyre më së shumti. Në një prej haditheve të tij, në mënyrë tekstuale, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Ndërmjet lindjes dhe perëndimit është një derë e gjatë 60 vite." Llogarit një derë e madhe, e gjatë 60 vite, është dera e pendimit. A ka njeri që ka ma shumë gjunahe, ka ma shumë gabime, që nuk mundet me hynë nëpërmjet kësaj dere?
60 vite më bo me ecë, edhe nuk në shpedal për i fillimit dherën në fund. A ka ma gabim, a ka ma keq, që nëse Allahu i mësuar, thot në hadith qudsi, o robin, lau belagat dhunubu, anan e sema, nëse gjunahet tua, me janis me qitë njënin një tjetërin, arrin prej tokës dherën qjelë, thumë më staufar të një, pastaj vjen të dhe nuk e kërku falen, ghafartu ala ma kan minka wala ubali, kërejt gjunahet i falen, edhe kjo nuk më të muasë. Nëse kjo është Allahu, i cili në ka premtuar se nëse ne pëndohem me valë gjitha gjunahet, atëherë nuk kemi arsye që të mos pëndohem. Pëndohem i gjithë. Ma djenë atëherë kur mendojmë që s'kemi bo gjunahet, për arsye se krijesa më e pastër, krijesa më e mirë, gjatë një dite të vetme, ka kërku falje dhe shpënduar tek Allahu plotësisht 100. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, unë gjatë një dite kërkoj falje, bëj istighfar, thëmë astaghfirullah, dhe thëmë Allahumme inni etubu ilejk, po Allahu pendohem te ke 100 herë gjatë ditës. Allahu më madhruar e lësë që Allahu në mësoj të jetojmë në rrugën e tij, që Allahu në mësoj të trasojmë të rrugë, që Allahu momentin e ndaljes nga kjo në bëj moment gëzimi, jo moment frikësimi. Allahu më lësë për rahmetikën dhe për gjithë vdekurit tonë, që Allah të mshiraj, Allah të mërë në rahmetin e ti, e kune ma të smaun, wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ظهر بعض